Tani, Po. si mund të lejosh ti një njeri më shaj mua na familja për 500 pikë që gjuan tek ty? Tani e pare, do flasë ti apo të flasim me radhë? Një kjo, prit. Ta ke bera, ver. Në qoftë se ai personi, mua më shau nga familja, ka shar një sekond pra, prit ta mbaroj unë dhe do flasësh. Ai më shau mua nga familja, ka shar dhe ato persona që ti njeh, e di veti ku i njeh. Dhe i di se çai ka. Gala do tulin poshtë, më thon të tërë këtu. Dëgjoj. Më dëgjoj Lunga. Më dëgjoj Lunga. Super me njerëzit e re. Lunga më dëgjoj. Unë as të kam shar. Jo, këta më ndjekin mua ti. Lunga, më dëgjoj një sekond. Dhe unë do t'i dëgjoj njerëzit. Okej, dëgjoj njerëzit. Të kanë ndihmuar shokët e Galës, më duket. S'të kanë dhënë ata që komentojnë. Lunga. Ti më thua, s'po të marr vesh këtu. Ja. Lunga më dëgjoj një sekond. sekond. Do bëjmë lekë vllash, mua ku e lek vlla. O Lunga më dëgjoj një sekond. Do më dëgjosh mua? Ore do më dëgjosh mua ty apo jo? O Silvana, rri pak, një sekond. Do më dëgjosh mua apo jo? Në qoftë se ti hecën se çfarë thon njerëzit me komente, qofsh ti që je se ti nuk njeh as shoqëri, as respekt, as një gjë. Unë as nuk dua të tul, as kam dash të tul, as nuk të kam ofenduar ndonjëherë, po jam treguar gjithmonë, domethënë, kam treguar gjithmonë respekt. Okej? Po. Po pra, dhe të lejosh një person për 500 pikë, të më shaj mua nga familja, unë nuk e bëj kurrë. Po e diti se 500 pikë gjujti ty ai. Po e shau nga familja, ma çon mesazhin me shkrim shok. Dile mesazhin. Ke mesazh ti? Ke mesazh? Isha aty vetëm, po unë s'merrem të bëj screen e Lunga. Ke mesazh ti, foto. Po e ke ti, se ti e ke live-in ti dhe mund të lexosh dhe komentet. Është shumë e thjeshtë. Gala, tani të lutem. Ti Eraldi pse u kap me ty, se erdhe ti aty po kapse me atë, po më shaj atë, apo jo? O zotri, Eraldi atë muhabet kanë sha në çdo live. Unë e kam blok. Jo, ai po më gjon. Më dëgjoj Lungo, ai është një tip, ai është një tip që kur luan ti me një person, po keti fajre se unë kur luaj me ty, nuk e lejoj tjetrin të shaj nga familja, të më gjuaj ma 500 pikë dhe çaj Lungo nga familja. Ore, kupton ti? Je 40 e ca vjeç. Të flasu pak një minutë, ti vazhdo. Po, jam 46 dhe kam bërë rrugëve të botës dhe e njoh jetën. Nuk më intereson Lungo, nuk e njeh jetën, se po ta njihje jetën, nuk do shiteshe për 500 pikë të TikTok. Jo, ke rregulla ti, ke burniti, ke majt ndonjëherë shoqërinë jetën tate. Po ti s'let, u Eraldi Albania, rrije vlla mos ashtu. Nuk e majt ndonjëherë shoqërinë jetën tate, se po të majë domethënë nuk do të hyni në sy as 1000 pikë, as Luana, as TikTok Universa, po do i rrasje blok tjetrit për i fije respekt. Jo. Në qoftë se doni me u lëpi njerëzve, o vllai, në qoftë se doni me u lëpi njerëzve. Për gifte, vazhdo vllai, e kupton, hap krahun. Po le më vllata që unë e kam parë me sytë e mi. Po e peshari, nuk t'ka shar. E kam parë me sytë e mi. Pik. Po Gala, të baroj unë, të flasun një fjalë. Nuk kam qa merren vesh me ty Lungo, sepse ti Lungo mban anën e një robi që të gjuan gifte dhe më shan mua na familja, ti për mua nuk e respekt, dhe unë normalisht po dhe unë nuk kam respekt më për ty, pik. Iku ky më. E kam parë vetë. Unë s'po të ofendoj që. As unë s'po të ofendoj vlla. Ku ke gjuar ti njerëz të shajnë në Lungo? Tani ti thua të flas unë, mos flasësh ti, të veje imi ajo e jote, flasim me radhë 2 minuta. Tani. 30 sekonda do flas unë. Unë loza me Galën, Eraldi Albania më ka gjojtu dhe herë tjera me Galën, se Gala e di dhe më Gala filloj po e shante atë, a ish barbon, a ish shu dhe aty a ju acarua. Tani, Eraldi u acarua, qa faj ka mu se ti e sulmove, dha. Më kupton? Kjo Gala e shau, Eraldi na... Po. Ti e shave, më dëgjo, pse e shava unë? Zotri, pse e shava unë, sepse... Më kishte shara i na familja të lajbi jote, o zotri. Ky s'është mirë, vlla. Mirë, okej. Po, më thuaj. Ta thash pra. Eci me like, tap. Muhabete kaloni nga Lungo. Këtu ata që gjuajnë, ata me muhabete nga Lungo. Jepini like. Dhe unë nuk mund të rri, më dëgjo. Unë nuk mund të rri me një person që mua më shana familja dhe ti e mban akoma aty, mirë pafsh.
Po qa faj ka mu pa ish Po i ko vllai po të smit. E mba për lekë si duhen lekë. Po nuk je shoqëri mo zotri, unë s'lejoj njëri të çaj ty na familja. Edhe ai më shante mua, ai më Po të shante te mua. Gjok ture më gjo. Po më gjok ture lungo. Të çaj një njeri, hajde këtu, hajde këtu. Të çaj një njeri ty na familja këtu dhe unë të bërtas me të madhe. Filani, më gjujti 500 pikë filani. Ti tre mua bet ma the sot mua. Ti tre mua bet ma the dje mua që ma sharë nga familja. Më ka sharë nga familja po të them. Ka qenë Eraldi s'ke thënje. Dhe unë Eraldit nuk ja fal, pikë. Do ta gjej Eraldin dhe mbaje mend. Se jam më burr se disa burra këtu në TikTok. Ta shpjegoj unë ty vëlla. Na duhen të lule. Olsi ta shpjegoj ty vëlla. Nuk të lejoj jo Eraldi. Po nuk ka shanse dhe Eraldi ka për ta paguar shumë shtrejt. Unë njerë flas dhe nuk flas Ishte dhe djekja una i se vjekja edhe ke una i ri. O mi, ka meti për mua beta olla. Dhe ti s'ka shaj në njerë, dhe ti se ke bërë kam parë, ke folur, i ke thënë një ditë Eraldit, i ke thënë, mos, po. Thash, që edhe kjo unë vjene i shpesh, kjo unë s'ka shaj në një, ka foli e për Klevisin, i kam thonë jo, i kam bërë. E pash, kam qenë aty, e pash, po, bravo, e kam djekur. A kupto? Ja ka me blogun pasaj mrapa, po për Galen, kena bëj e shaka me Galen, ku di unë qa bota atere që bota e shu, sikur kishte nëzjerë foto, sikur kishte Galen të dashur, a kupto? Po, e shikon qa bëna ishi smur. Ka kokë e shtë po ti lungo, je shumë vonë, a kupto? Tani ti e rallë. Ojë që të gjokë pa. Gjokë tu, i sekundë. Ne që je këtu e rallë, po ta themi laf, si burit, mos bo më kështu gjonash edhe mos shaj më jo Galen, po as i femër, vëlla. Rri punë tuja. Se ti me vërtet nuk janë TikTok. Ti me vërtet nuk janë TikTok me fytyrë, për njerëzit që duan të vinë edhe ka mrapa e të gjejnë, a kupto? Ore, unë do ta gjejre. Mbaje mend, do ma dëgjosh fjalën, mbaje mend kam për ta gjetur unë te familja nuk lejoj jo Eraldin. Po dhe zoti me zbrit nuk e lejoj dhe Eraldi ka për ta paguar shumë shtrejt. Mos kujto thuaj se mbas adresës së një TikToku nuk zbulohesh thuaj se ku je. Do të zbuloj thuaj dhe do të gjej dhe do të pres veshin, do të bëj si Francesc Radi, filmoje, regjistroje, shko më denonco thuaj, bë çfarë të duash për familjen time, i bëj 30 vjet burg dhe i thuaj Eraldit, nuk më njeh. Mua në familje mos më prek. Do me respektu Olsin, pa shajt njeri. Do me respektu Lungon, po pa shajt njeri e vla, se po shajt e njerës varikash. Olsi, di qa bën? Më dëgjo, nuk është për t'i dhënë rëndësi, por është një langarash, një legend, një ordiner që qa bën, vjen të live-i jot edhe shan Lungon. Kalon të Lungo shan Olsin, kalon të Silvi shan Galën. Kështu bën, o Diamant, nuk të fus do t'lali në dritare se jemi loj kaçe, po t'isha loj dyshet futesh në dritare, po këtu nuk të fus do. Dhe unë, Eraldin, vetëm se më ka prek në familje, Eraldi ka për ta paguajtur shumë shtrenjtë. Regjistroj e thuaj këtë videon, shko më denonco thuaj, nuk më plas fare thuaj për denoncimet e tua thuaj, dhe ti ke për ta paguar shumë shtrenjtë. Unë me dorën time thuaj, do të vi dhe do të pres veshin thuaj, do të bëj si Francesc Radi. Baje mend thuaj kaq po dala regjistroj këtë video. Regjistroj dhe shko më denonco. Usciamo per favore che non Io thua ti se ne jemi shok bash, ne jemi të njohur TikTok. Njëri TikToku, respekt. Ti nuk ke respekt për njerëzit Lungo. Ti për 500 pik, e kupton? Për 500 pik të qingura, lejon tjetrin të më shaj më na familja. Okej, faj është joti. Jo, miropafshim Kaloshmir, edhe miropafshim Kaloshmir dhe mos mu fare, nuk dua t'ja di fare kush je ti. Ty do të vi turp, se kur më shan mua nga familja ka shar dhe njerëzit që t'kan bajt atje në Kolumbi ty. Kaq ty do të vi turp. Në Kolumbi mua s'kan bajt, kush kanë bajt Kolumbi? Kan bajt, aj, po leja to tash si fut dhe njerëzit këtu, në djalë në xhaj tima që kanë bajt. Miropafshim dhe Kaloshmir. Mos i jep gojës Lungo. Tu po gënjer shumë, tu po Ka të drejt Gala. Ndonjëherë Lungo, më dëgjoj mua, ta them unë. Kur u fute në fillim në TikTok, se tjera që je... Unë duhet të rebere ty. Qa bën se ta mbylli gojnë o dha, folja saj qa botula jo, tho. Lere, s'ka gjeva. Dëgjo qika oqë. Oma, lere nuk ka gjeva. Dëgjo qika oqë. Stuli fare më vla, stuli fare më s'ka në uli. Më ka për mjut këma i ka veri ka merë me këta bëfëshirën. Kërë bëfëshirën lishtë.
Po më shkruajnë ta çuan e Kolumbisë, se thot Gala pas ka mbajt Kolumbi mua, ta shpjegoj ty gjë dhe ti jemi pastë me veten, pastaj njerëzit me qenë se ti do të më dëgjosh. Një sekond. Vetë ta shpjegoj. Jo, s'po lexoj gjë, jo çikolci. Do them vetëm 2 fjalë valla. Faleminderit shumë ty që më ke respektuar mua, më ke mbajtur afër, du ta pranoj. Galën. Prit, jo, unë do flas dhe unë do ta mbyll valla. Nuk flas më për Galën. Unë me Radio Albania ti dëgjoj, unë betoj për motor një kam, këtë që do të them është e vërtet. Ti besoj apo jo, nuk di çfarë them. Tani, unë me Radio Albania kam 8 muaj që los me Galën dhe Gala kur nuk thoshte gjë po I vinte I kundra këtija. E ta dhe ti Eraldi, pse nxori dije Gala këtë unë dije, po lozja me Galën, edhe dije tani nxori që më ka shar familjen e nxori tani. Pse se thoshte më përpara kur gjonte mua Eraldi po e nxori sot? Pse? Pse Gala thot ka shar familjen sot po nuk e tha para 5 muajsh? Që unë rria me Eraldi 5 muaj me Galën dhe më gjonte mua me Galën ditë për ditë. Edhe Gala si vinte I natë sa I më gjonte mua. Ku është faji im këtu tani? Po e gjeti sot Gala. Nuk ka shar Eraldi Albania te mua. Asnjëherë betohem. Gala te mua nuk është shar asnjëherë nga Eraldi. Kaq, Gala ka I natë sa I më gjon mua pik. Kjo është ajo që mendoj unë. Mbaroj filmi. Nuk lexova gjëra në linjë rahata, po lexova. Çfarë faj kam unë Galës më valla? Unë jam puntime Allah, çfarë faj kam unë Allah? Nuk ka lidhje me bështësinë. Dyshon puna, Allah, pse unë Eraldi Albania kam parë dhe te ty ka gjuajtur, par dije, kam parë ka gjuajtur. Para 2 ditësh, ka gjuajtur te ty Albania, isha unë po e shikoj aty. Tani qa faj ka muna, Allah. Eraldi vjen dhe të ty ditë për ditë. Tani pse u kap me mua Gala, Allah. Po pse unë di gjitha halët e Galës, se unë s'kam gjejme, unë shikoj punë e mija, Allah. S'pun kam mu me Galëna, edhe Kolumbi, du të precizoj dhe Kolumbi, Olsi. Se po shpika ndej Gala për Kolumbi. Në Kolumbi, mua më kam bajt çunat nga Vlora dhe nga Laçi. Kushuriri Galës, më mori atje, pagova dhe biletën, më sa do të pagoj biletën, s'pagoj as biletën, la rrugëve atje, në një kasolle të humbur, edhe e mbajt ato me kapuqino, me kafe, sa s'kafe, s'kishte, e m'fal. Po jo, po mi kujton tani, Allah. Po s'do flasin tani muhabetet private, po muhabetet private. Një ka dhana linjëra, mbajti mua kushuriri Galës. Mu ka bajt çunat të Kolumbi, çunat me tope kaq. Po mirë, respekt kusht ka majt, nuk ka lidhje për letën, sa Gala është gocë tje, çun. Ai Eraldi. Fal, këtë drejtë kërkoj falje. Tani duhet me majt sa normal. Zdo zjena me gocë. Tani po më shan diamanti blu me Galën. Ta duan, nuk e di qa duan me mua, qa kanë Allah. Po unë jam punë time me Allah. Qa ka njerëzit më sulmojnë mua Allah. Me shto tiktoker që fute mu më sulmojnë mua. Si kanë bera asje njeriu Allah. Ku e kanë halli këta njerëz me Allah. Unë jam punë time Allah. Nuk shta njeri nuk ofendoj qa faj ka mu këtyre me Allah. Unë se marrë vesh Allah. Viri thuti më sagi në vërë. Na nëzin jetën. Unë e Radio Albania, po thëmë dhe njërë ty, e kam parë të ty dhije, par dhije ty, me milionera, me njërës thjesht servil, po i se po ju shqirë rapë në pjellë. Na qanë trapin e këta Allah, na nëzin. Ta i të... Po brezër. Po. Veta dhe një gjë. Ja, pe të gjë këti i vëdet. Për shumë unë jam bo meme nga këto muhabetet, ta thëmë sinqerisht, edhe çto muhabetet, jo po më ka shojt, se ke gjujt të ky, jo po më kam gjujt të ky, pse se bote. A kupto? Edhe me kop thjesht, ta kuptoj në këto njerëz që janë këtu, a muhabeti se këtu hynë gjithë për me boj lek, janë shumë të rrallë njerëz, si puna jote për shembull, si puna e Olxhit, pashallah, kam respekt maksimal nga kretë tiktokerat që hynë live, bro. Ja thom me shpirë, jo për gjohë se jam shtu me këta, bro. Raspa. Po puna këtu hynë gjithë me boj lek. Edin, hynë me boj lek, o shok shkurt, po se pagabinë, a ju përqe, nuk ju përqe. Mos diskutohet dhe se cili për interesat vedhe është. Eshte, pse I gju këti,
E në të paska shojt ty të live-i këti, shko, bish, ka pa ta në privat, thuja shok qalli ke me mu, këtë halë kam serojë në privat, më sy miro më shok tjetërit. Se të shte nuk e ma do të kjo, shok gifterin mi thonë, prit mos e shojt është se këtë e një. No, gji. No, shok. O vaj, të flasur, minut me ty, dhe një sekund. Një sekund. Ullë si t'ja themi një që djali dha. Mas na e okej, se këtu ke drejt në djallë, që pëse do ky me tregu respekt, a kupto, i thot, o gji, a kupto, mos shojnë live timin, se nuk e kam live-in, a kupto me shojt persona, se nuk e këto. Fjallë për shumë, tani për shumë, tu s'kam qef. O vlajt, o shaje se filanin, kur unë jam live, se i bje pastaj më shaj dhe mu filanin. E po e shajt e ti lungën këtu, se nëse po e shaj dhe unë, se unë të fut aty, a kupto. Tani Olti, ta them unë t'i qka, vla, ta them një fjallë, më t'gjone i djali. No, bro, në këtë gjë të dish të lungo. Gjë, sekund, gjë. Unë nëse për shembull, i thom Olti, se Olti s'du marrë këtë shak. A mund ma gjenë që i vend, marrë për shembull i shtëpi du me punua nej. Kanë nimu pikë në parë, kanë nimu ku ke shku, u ke pagujt atë që u ke marrë bërsh, nështë u ke marrë bërsh, a në shnetë shok se sot nuk të ma as vlla, jo bish. As vlla nuk ma sot. Rojë vidmi, ty nuk ta marrë të bërsh. Tjetëri shoku, tjepi dorë, fut në rrugën e dur, pastaj a jeti i zoti, asi i zoti, puna jote. E në kajsh, e në barë e film. O, ti vla, ta them ti qka unë, Olti. Ta them unë një fjallë ti djali, do t'gjo qika vla. Në gjaj, për falë. Më t'gjo në vla. Të në gjaj. Një pyt tani, t'gjo qik mua betin. Unë me galën, kam lozur gati 6 muaj, Los edhe ky Eraldi që po thot Gala më ka gjujtur me Galën, gjithmonë Gala nuk ka thënë gjë. Pse u kap dije Gala që pse ai më gjujti Gala e sulmoi parat e mua. Apo ai nuk shau, nuk ofendoi njeri për kokë plakës, nuk ofendoi. Gala më tha mua ai po mshan mua, pa ai pse po mshan, ai pse nuk kujtove soti, pse s'u kujtove para 3 muajsh, kur lozja ditë për ditë me ty unë. Po më thua sot mua bllokohet ti atë. Sa im ka sharë mua. Po si ti blokoj unë njerëz, nuk kam jetën time, çfarë ka mu qa kërë ti me njerëzit, ma vla? Bro, gjë se ka. Po pejlojra këtu, ka jam me ty. Ti thu tjetit të vla, mos shaj tani, sa është sa jam mos shaj, te mund është mi thonë ka po nuk shau. Po mirë, se nuk kemi të thonë se ka, po nuk kemi të thonë se ka shaj, se nuk e di. Fajnë ngidje ti më lungu, se gjejmë do ta shajtja se se kena. A ka shajt, kjo nuk e dim ne po themi kaq, të gjithë do me tregu respekt. Ai thot shajta, po tani ora si ta gjejmë. Jo, Gala jo pak ta gjej unë. Gala e sulmoi e para këtë, sa dëgjoj që u thash Eraldi, filloi po e shante, edhe erdhi te live im këtu, fut me atë tjetrin, me Klevisin dhe po shani njerëz, u sha filluan tërë aty, u ndes rrjeti. Filluan 500 veta po shan, çat bëj unë tani valla. Aty shpërtheu valla. Eraldi s'po shante, filluan tjerë pastaj u çon gjithë komentuesa. O lungo. Ja, ai do e kuptoj çfarë do të thonë ul si më burrë. Kjo do të thonë. Po. Kaq. Masaj. A shohën ato në privat, a nuk shohën në privat. A vriten, a theren, nuk të interesa as ty, as Olçit, as mua, as tjetrit, as tjetrit. Maroj. E mbyllim këtë muhabet edhe Gala po nuk ka lezet, të shoh. Mbyllim këtë muhabet, e lejmë këtë muhabet. Tani ti e di lunga që unë Galën e respektoj shumë. Kaloj mirë, e di unë normal Allah. S'kam qef tani edhe ty të respektoj, s'kam qef edhe ju shof në këtë lloj, jo më shajtën, jo e shajta, se Gala nuk shaj njeri, vëlla. A kupton? Te minimumi që më bësh. Pse me ditë me përfundu këtë lloj muhabetish. Te minimumi që mund bësh, kur ti është paktën me Olçin, me Galën, edhe me naj tjetër aty, mos përmenet Gala sa ti është me Olçin, qofse ke respekt për Olçin, mos naj ti dash moj respekt për ata, dash mos moj, nuk e intereson as Olçit as asaj as tjetrit. Ti kur ti është me Olçin, marr respekt, se Olçi ka respekt edhe për ty edhe për ata. Ti thjesht marr respektin për Olçin. Mos e marr për ata, nuk ka lidhje, mos e marr. Tani më ndihmo çik ti si ta. Po vlla, mos e zgjidh fare, bro. Marroj mua, mos e zgjidh, marroj mua betën e kaq. Eraldi, nëse të respekto, sa i vjen edhe unë edhe ke ty, s'ke kam pa edhe në live të tjera. Ka gjithë edhe mu kontra,
Kam qenë unë me Klevisin, kanë gjyt kundra ke profesori, kam qenë unë me profesorin, kanë gjyt mu, kanë fitu në loj, nuk ka lidhje fare këta, gifterat, gjujnë ku t'ju dojtë zemër, se nuk i na lem dot, se më radhë parë për gjyt me tek të veta, nuk diskutohet e i muhabet. Po, mos të fusi intrigën, qofse të respekto ty, të t'lejmë puntate, që ti të bësh TikTok si që ti ta bësh. Jo ta bësh i këto TikTok-un më shajte të shajta, ti s'ke TikTok shulla, ti ke TikTok me gallatet e tua, me aventurat e tua, me gjonat e tua. Jam TikTok, la, nuk flas do ta mirë, la. Do flas, do të marr pastaj, la, ciao. O, që të gjo pak, la, me dy fjalë kjo, unë po e shpjegoj dhe njerë, nuk di qatë shpjegoj me ulla, unë thash. O, lungo, njo. Nuk ka sharë. Njo, gjoj sekund, njo se do dalë, nëse unë veshëm hyna, edhin, ka të hyna si 7-13, si i bia, këta, po, me më gjumë, mos e hap ma këtë ma bet, njëllë këtu edhin, that's it, edhin, a ku do mos u merë ma me këtë ma bet. I ku e ma bet, në hap në i tem tjetër tani. Pra da. Po na hap në i ma bet tjetër. Po një belaja mua këtu TikTok, po di o ti, si u kam një problem, se mu po mirë me galën e heqi, me mbyllim, dakor. Po mua po më quen ta tërër, po qa kana, me tërë tani si bia, Mja qurë me 20 TikToker apo më shajnë, qa të bëjmë në një? Uzer, do i futën me profesorin o... Uzer, të zoti, Uzer. Po, Olce, nada do që do bju, po thë që unë në ashtë duhet ma bet, a e të futën me profesorin. E ke bërsh ma bet TikTok, në se fus një këtë, shë ne i madhë mërë, shë ma bet TikTok. Kego që natën, qao, këllë mirë. Natën, qao. Thuini që profesorit në qëj live, se i ka të mjullë me komendet.